Kuvendi mbetet i bllokuar, herë me raportin për verifikimin e mandateve, dhe tani me kundërshtimin e emrit tim për të qenë kryetare e Kuvendit. Duhet ta keni parasysh që Kushtetuta e Republikës së Kosovës, gjykimi i Gjykatës Kushtetuese, jep të drejtën partisë fituese të dalë nga zgjedhje që të bëjë propozimin e kandidatit për kryetar të Kuvendit, në këtë rast kryetarit të Kuvendit, dhe këtë të drejtë nuk ja jep opozitës. Prandaj është e rëndësishme që të kuptohen forcat politike në Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mishrohet vullneti i popullit, sepse qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë mbështetur fuqishëm lëvizjen vetëvendosje në zgjedhjet e 9 shkurtit. Ne kemi shumë vullnet që të ecim përpara, por nuk mund të na detyrojnë ose imponojnë emrat e kandidatëve për kryetar të Kuvendit. Kemi shumë vullnet për të konsultuar me opozitën, prandaj edhe besoj që është e rëndësishme që të reflektojnë. Po të qenë një figurë përçarëse. Ajo çka pikërisht po lidhem edhe me këtë aspekt, ajo me çka unë jam përballë gjatë kësaj kohe është figurë përçarëse, është konfliktuoze, është monstrum politik, është terroriste politike, është specie për çuditëruar. Së pari kjo gjuhë është e papranueshme, jo vetëm që po bëhet ndaj meje, por ndaj kujdo qoftë, dhe shqetësimi im në këtë pikë është që kjo gjuhë denigruese, gjuhë mizogjene, gjuhë seksiste, i dekurajon gra tjera që të merren me politikë. Sepse kur shohim përbaltjet e grave, sot unë, Djemi Moza, Pardje Saranda, Donika dhe të tjera, natyrisht që pastaj mendojnë 2 herë apo 3 herë se a do të merren me politikë ose a do të pranojnë një pozicion publik. Së pari duhet me pas po ashtu parasysh që unë asnjëherë nuk kam pasur një funksion unifikues. Pra unë kam qenë më shumë se 10 vite deputete e opozitës në Kuvendin e Republikës së Kosovës, gati ndoshta 5 vite ministre e drejtësisë, duke përfshirë këtu edhe qeverinë Kurti 1, dhe kam pas përballje politike, natyrisht që kam pas përballje politike, por gati 15 vite aktivitet politik, asnjëherë nuk kam vendosur ose nuk kam votuar për diçka që vjen ndesh me qytetarët e Republikës së Kosovës, me Republikën e Kosovës. Pra as nuk kam votuar gjykatën speciale, se dje u akuzova për këtë. Ata që kanë votuar gjykatën speciale dje më akuzuan mua, unë e kam dërguar në gjykatë kushtetuese gjykatën speciale, as nuk e kam votuar marrëveshjen e prillit që parashet zajednicën, as nuk kam votuar për amnistimin e kriminalëve serb. Pra jam krenare për veprimet e mia politike, por nuk është në rregull që të më akuzojnë për diçka që unë s'kam pasur. Pra funksion unifikues nuk kam pasur. Natyrisht që në qoftë se këta vendosin që ta japin mbështetjen për mua si kryetare e Kuvendit, mandej mund të flasim pasi që unë ta kem këtë pozitë, por nuk është në rregull që të bëhen akuzat të tilla. Faleminderit shumë. Do të jeni përsëri kandidate?